Allahu Azza wa Jall tha, nuk ju kum kriju për gjë tjetër veç se më adhuru. Dietori I madh I Hanefive Tahawiu thot, adhurimi është I diçka në shtrim I sinqert, I përzin me dashni të zemrës, natija an ma'rifatin yaqiniyya tufdi ila sa'adatin abadiyya, se dije e pakontestueshme që vjen, si rezultat I dijes të pakontestueshme që vjen prej Kuranit dhe Sunetit, e që qëllimi I këtij adhurimi është xheneti I përhershëm. Pra që ky është adhurimi, është në shtrim me sinqeritet, I përzin me dashni të zemrës, si rezultat I dijes që kena për Koranin dhe Sunetin. Pra s'mujna me marr adhurime jashtë këtyre dy burimeve, e kushdo që e plotson këto 3 kushte, do të shpërblehet me xhenetet e përhershme.